Thoni lam të mirë kapslëku dhe pastroni zorën e trash me këto përbërës që bëjnë mrekulli. Kapslëku është një problem i zakonshëm që shoqërohet me fryrje, dhimbje stomaku dhe ndjesi rëndese, duke ndikuar drejt për së drejti në mirëqenien tuaj të përditshme. Shkaktarët më të shpeshtë lidhen me dietën e varfër ushqimore, mungesën e aktivitetit fizik, gjithashtu edhe hidratimin e pamjaftueshëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Megjithatë, disa fruta mund të jenë një zgjedhje e mirë natyrale dhe efektive për të përmirësuar sistemin tuaj tretës dhe për të mbajtur larg gjithashtu problemet e kapslëkut. Kumullat e thata, renditje ndër ushqimet më superiore, të cilat do t'japin rezultate fantastike për personat që kanë probleme me tretjen siç është edhe kapslëku. Falë përmbajtjes së lartë të tyre të fibrave dhe sorbitolit, një përbërës natyral me efekte laksative. Konsumi i tyre rregullisht në dietën tuaj mund të ndihmojë dukshëm në rikthimin e ritmeve normale të tretjes. Edhe kivi është një zgjedhje shumë e mirë pasi përmban enzima, të cilat ndihmojnë në zbërthimin e ushqimeve dhe përshpejtimin e zorrës së trash, duke evituar kështu problemet e kapslëkut dhe duke sjellë rezultate fantastike në shëndetin tuaj tretës. Studimet sugjerojnë se konsumi i përditshëm i këtij ushqimi mund të ndihmojë në reduktimin e fryrjeve, gjithashtu edhe lehtësimin e problemeve të kapslëkut. Dardha, sidomos kur konsumohet me gjithë lëkurë, është një kombinim i shkëlqyer për fibra dhe ujë që ndihmojnë në zbutjen e jashtëqitjes dhe lehtësimin e kalimit të saj. Ndërkaq, edhe konsumi i fiqve të freskët ose të thatë njihet si një efekt laksativ natyral kundër problemeve të kapslëkut. Ato stimulojnë aktivitetin e zorrës dhe janë veçanërisht efektive kur konsumohen në mëngjes, pasi mund të lihen në ujë edhe gjatë gjithë natës. Megjithatë, ekspertët këshillojnë se vetëm frutat nuk mjaftojnë. Për të pasur efekte maksimale, është domosdoshme të pini mjaftueshëm ujë dhe të jeni fizikisht aktiv, pasi këta faktorë ndihmojnë në normalizimin e sistemit tuaj tretës dhe mbajnë larg problemet të tyre. Në rastet kur kapslëku vazhdon për një kohë të gjatë ose shoqërohet edhe me simptoma të tjera shqetësuese, siç janë dhimbjet e barkut, problemet të imunitetit, humbje të peshës, rekomandohet menjëherë konsulta mjekësore, për të evituar kështu çdo dyshim të mundshëm që mund të ndikojë në çështjen tuaj shëndetësore. Kapslëku është një problem i cili prek të paktën 20% të popullatës botërore. Një nga shkaqet më të zakonshme të kapslëkut është zvogëlimi i lëvizjeve të zorëve përmes edhe sistemit të tretës. Nëse nuk ushtroheni fare dhe nuk hani mjaftueshëm fibra në dietën tuaj, atëherë gjendja juaj mund të përkeqësohet edhe më shumë. Para se të shkonit te përdorimi i ilaçeve për të luftuar kapslëkun, mund të bëni përzgjedhjen e ushqimeve të cilat mund të ndryshojnë rutinën tuaj ushqyese dhe të lehtësojnë problemet e zorrëve, duke u dhënë një zgjidhje të mirë natyrale kundër problemeve të tretjes, siç janë kështu edhe shqetësimet që shkakton kapslëku. Në dietën tuaj për të përmirësuar më mirë tretjen dhe për të evituar kapslëkun, shtoni edhe konsumin e mollëve. Një mollë në ditë mban larg doktorin dhe ky është një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese. Fruti që ju jep 4 gram fibër ndihmon zorët tuaja të lëvizin më mirë në baza ditore. Mollët përmbajnë pektinë, e cila është një fibër e tretshme e njohur për efektet e saj laksative. Në një studim, 80% e pjesëmarrësve morën suplemente pektinë dhe rezultatet ishin spektakolare pas 4 javëve përdorimi. Pra, hani mollë të thjeshta në dietën tuaj, së bashku kështu me kosin, tërshërën, sallatën dhe frutat, dhe do të arrini të keni rezultate mjaft të mira në lehtësimin e problemeve të tretjes, siç është për shembull edhe shqetësimi i kapslëkut. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të ndihmojë në aspektin tuaj tretës dhe të lehtësojë zorrën tuaj është edhe kivi. Fruti është i njohur për vetitë e tij laksative kundër kapslëkut, sulmon sistemin tretës dhe përshpejton lëvizjen e zorrëve.
Në një studim të mëparshëm të njerëzit të cilët morën pjesë në këtë studim, u tregua se kapslëku mund të trajtohet me konsumin e kivit në dietën tuaj ditore, duke ofruar një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese për rastin tuaj specifik dhe duke mbajtur larg problemet të tretjes. Pra, sa më shumë produkte natyrale të keni të përfshira në dietën tuaj, aq më mirë do ta menaxhoni edhe problemin e kapslëkut. Kapslëku është një problem i cili duhet të menaxhohet në mënyrën e duhur edhe të ndryshohet gjithashtu edhe regjimi ushqimor për t'i dhënë fund këtyre komplikacioneve. Fiqtë gjithashtu janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj kundër problemeve të kapslëkut. Fiqtë thatë në veçanti ju japin më shumë fibra. Mendoni se gjysma e filxhanit është e barabartë me 30% të nevojës ditore për fibra. Në një studim me 40 vullnetarë, fiqtë përmirësuan strukturën e jashtëqitjes dhe reduktuan në ndjeshëm ngërçet e barkut të shkaktuara nga kapslëku. Thjerrzat gjithashtu janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për ata persona të cilët do vuajnë nga sistemi i dobët i tretjes dhe gjithashtu ndikimi i kapslëkut në organizëm. Ju tashmë e dini se bishtajoret ndihmojnë shumë në lëvizjen e zorëve, përveç se janë të pasura me nivele të larta të fibrave, thjerrzat rrisin prodhimin e acidit butirik, i cili rrit lëvizjen e sistemit tretës dhe në verë ju do të keni më shumë lehtësime me konsumin e këtyre ushqimeve kundër problemeve siç është për shembull edhe kapslëku. Patatet e ëmbla mund të ndikojnë ndjeshëm në sistemin tuaj tretës. Ju tashmë dini arsyen pse është mjaftueshme konsumi patateve të ëmbla në recetat tuaja të ndryshme ditore, duke sjellë rezultate fantastike për sistemin tretës dhe duke lehtësuar komplikacionet e tyre. Ato mund të jenë një përzgjedhje mirë ushqyese pasi përmbajnë nivele shumë të larta të fibrave, të cilat mund të përfshihen në receta të ndryshme ditore për të përmirësuar sistemin tretës dhe për të mbajtur larg problemet e kapslëkut. Gjithashtu, kefiri është një përzgjedhje e mirë ushqyese që mund të japë rezultate fantastike në rast se vuani nga kapslëku. Qumshti i fermentuar përmban edhe probiotik, të cilët janë bakterie të shëndetshme të zorrëve. Studimet e panumërta kanë treguar se kefiri është aleati më i mirë kundër kapslëkut dhe kontribon në ndjeshëm në hidratimin më të mirë të zorrëve. Dhe gjithashtu mund të shtohet në smoothie ose në përbërje të ndryshme në kombinim edhe me tërshërën, që mund të japë rezultate fantastike për sistemin tuaj tretës dhe lehtësimin gjithashtu të problemeve siç është kapslëku. Uji duhet të jetë parësor në dietën tuaj për të përmirësuar tretjen dhe për të evituar gjithashtu ndikime negative që mund të shkaktojë dehidratimi. Uji është laksativi më i mirë natyral që ekziston, pasi që ai nuk ka efekte anësore. Pirja e tij në mëngjes herët me stomakun bosh i ndihmon zorrët të bëjnë sa më mirë punën e tyre. Kosi është një përzgjedhje e mirë ushqyese që mund të japë rezultate fantastike në betejën kundër kapslëkut dhe të lehtësojë problemet e tretjes. Si rregull i përgjithshëm, është mirë të qëndroni larg nga produktet e qumshtit, kur sidomos i jeni kaps. Megjithatë, kosi është një përjashtim për këtë rregull, për shkak të përmbajtjes së lartë të bakterieve të shëndetshme, të cilat do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e sistemit tuaj tretës dhe lehtësimin e problemeve të tyre. Studimet sugjerojnë gjithashtu se një produkt mjaft i rëndësishëm që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj është edhe brokoli. Ullumtimet tregojnë se mosngrënia e mjaftueshme e frutave dhe perimeve mund t'ju bëjë që të ndjeheni më të dobësuar dhe të vuani gjithashtu më shpesh nga probleme siç janë kapslëku. Kur kapslëku është luftuar, brokoli do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për ju. Ndaj mund të jetë një zgjidhje fantastike. Ai do të ofrojë për mbi 5 gram fiber për filxhan dhe do të jetë një mundësi e shkëlqyer për sistemin tuaj tretës dhe të parandalojë edhe komplikacionet e tyre. Vetëm në këtë mënyrë do të arrini të parandaloni problemet e tretjes dhe të lehtësoni shqetësimet e tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.